Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në Ligjërim, emision ky që i dedikohet artit të komunikimit dhe të gjitha pasioneve që na bëjnë bashkë brenda këtij arti. Sot në kuadër të minutave vijuse të këtij emisioni do të flasim për një pasion tjetër, që ka të bëjë me tifozerinë. Ne kemi tifozeri gjithandej botës, në muzikë, në arte, tek këngëtarët, por do të flasim specifikisht për një tifozeri tjetër, më të gjallë, më të ndjeshme, dhe një tifozeri që të mban gjallë pothuajse gjatë gjithë jetës. Ka pasione që lindin me kohën, ka pasione të tjera që lindin me zemër. Do të thënë kjo tifozeria është e fundit. Lind me zemër, nis në zemër, vazhdon të jetë prezente gjithnjë me në peshën dhe fuqinë e asaj që bart pasioni në zemër. Ajo nuk matet me numrin e fitoreve, por me besnikrinë që kanë tifozët në çdo ndeshje. Nuk shprehet vetëm me brohoritje, por shprehet edhe me ndjesi, që në një fanell apo edhe në një himn zgjon emocione tek mira e mira njerëz anë kënd botës. Sot në këtë hapësirë do të flasim, domethënë, për këtë emocion të veçantë, për tifozerinë, dhe unë kam përzgjedhur që të bëj këtë podcast me një nga tifozët më të zjarrt për shumë vite, me zotri Avni Durbishi. Përshëndetje Avni, mirë se erdhe. Përshëndetje Fatmir. Ishte shumë kënaqësi, sepse edhe përderisa po flisnim atje jashtë e kafeja, unë pash që një tifoz vazhdon të jetë impulsiv edhe në mënyrën se si flet, edhe në mënyrën se si diskuton, edhe në fondin e fjalëve që gjen. Domethënë, tifozi ky është, tifozi që ipet me gjithë shpirtin, me gjithë zemrën e tij. Përmendëm edhe atje që keni qenë tifoz i Prishtinës, në mos gabuam, për shumë vite radhasi, po letër njoftimi yt shtrihet më shumë se kaq, apo jo? Shumë e gjatë. Jam një ish tifoz i Prishtinës, jo vetëm, jam i kombëtarës shqiptare. Këto që se kemi kohë do të shpjegoj se çysh kanë mbetë zemrën tëmë. Pastaj kam qenë nga dashnia, nga pasioni i madh për klubin, kam kalu direkt në klub punoj. Kam punu mbi 12 vite klubin e futbollit Prishtina, si përgjegjës për media, deri tek zëdhënësi klubit. E ka mbet pasioni, dashnia, dëshira për të anu, ose kur s'ka mjaftuar animi, pastaj të ke shku një shkollë edhe më lart, edhe për të kontribu. Po gjithmonë këtu du të me qenë edhe një palë tjetër mi tregu ati që ti e maj mirë saj tjetër. është ndërlidhën kjo puna tifoznisë. Është konkurrencë prej është edhe konkurrencë, në Angli kanë shkolla më larg, ka universitete ndryshme që kanë studiu fenomenin e të qenurit tifoz, pse ndodhin këto detajet caktume të njëri impulsiv tek shënimin i golit apo shumë gjëra tjera që ndodhin rreth sportit. Çka do të thotë për ty të jesh tifoz? Si e përshkruan ti një tifoz, dhe më pas do të më thuash se si duhet jetë një tifoz? Tifozi, kohën e fundit në këtë botën globale ka ndryshuar shumë edhe termi tifoz. Unë mund të them se si jam bërë unë. Thjesht ka qenë informimi atko shumë i vogël, ka qenë një televizion, kam qenë po të flas për moshën, tifoznia do duhet linte në një moshë të vogël. Parashkollor, klasa e parë, aty dikun kur ti fillon me ditë. Po do të me qenë disa premisa, do dikush një antar i familjes thari ndo një klubi, pastaj do të kesh shoqni, klasën, ka shumë faktorë. Unë për vete kom pas gazetën Rilindja, faqen e fundit, si fëmi, baba e ka blezë do ditë, është informu, unë aty e kom gjetë rezultatet e Prishtinës, ose një kronike shkurt fond në RTP, pastaj radio transmetimi ka qenë jashtëzakonshëm. Kur unë e kom dëgju radiotransmetimin e ndeshjeve të Prishtinës në atë kohë, është e pashpjegueshme, nuk muj ende me shpjegu se kur ka ardhur ai kur ti nuk e ke pa, dhe aq fuqishëm ka godit mrena, se si po luan Prishtina. Unë i kom ditë gjithë ekipin e Prishtinës pa njëri të ardhur. Është fenomen që tash to gjeneratat e reja nuk e kanë problem, informatën e marrin për 1 minutë, 2 minutë. Shumë të gatshme, në atë kohë ka qenë ndryshe. Përveç tash e kam edhe probleme me vlerësu se si mund bëhet dikush tifoz e kam vajzën time 5 vjeç, ai vjen thot, luan Brazili, po Brazili, Neymari. O bab, ku e ke pati Neymarin? Jo, Neymarin, du me po Neymarin, po është e kuptueshme. Përmes iPadit
përmes telefonave edhe po. Edhe fotografitë, edhe lojtë shihen. Këto tribunat nuk janë vetëm vendet ku, domethënë ku luhet ndeshja, ku luhet futbolli. Ato janë edhe skena ku shkruhen histori, ku ndiqet pasioni, janë skena ku bëhet edhe sakrificë emocionale nga gëzimi, nga lotët që shkojnë. E përmendëm që kjo tifozeria lind herët, domethënë kur je fëmijë influencohesh nga dikush që e don futbollin, nga ekipi përkatës, e the që u influencove edhe ti që në moshë të re. Cili ishte ekipi yt i preferuar atëherë dhe a vazhdoi të jetë ai ekip që të ndoqi ty gjatë gjithë viteve dhe a ndrove ndonjëherë atë ekip? Ja, vendor mbetet Prishtina, ndoshta është shumë pak ai zjarri thonë e kom pas sepse me mosh fillojnë ndikime tjera se kush vjen klub, kush qëndron prapa klubit, dhe ti fillon rezonon keqësisht ndryshe, janë faktorë ndryshëm. Perëndim ndoshta nuk ndodh. Financat sa të vinë janë më të kontrollume, nuk ka dyshime se kush qëndrojnë njerëzit prapa. Te unë kanë dikon, shuhet, bjen, nuk do duhet binte. Po ky fenomen të unë ka ndodhur edhe te kombëtarja shqiptare, edhe te Prishtina. Nuk është me njëjtë ai vrulli, ai elani, ai zjarri, te unë ka ndryshuar. Te unë sa i përket ekipeve tjera ndërkombëtare, nuk e di, unë kam ndryshuar me kohë edhe aty. Jem lidhur më shumë me lejtar, njihet edhe ky fenomeni tifozëve ku lidhen me lejtar. Fenomeni Ronaldo ka pas shumë adhurues, ku ka shkuar, tifozët e tij kanë ndru klube. Është shumë i njohur. Kam shoka në Prishtinë, kanë anu për Barcelonën, për Interin, fund kanë bet për Interin, për shkak Ronaldos vjetër. Unë jam te Messi kur ka kalu nga Barcelona për Parisin, unë si me shako kam thonë, po dhe Parisi ka ngjyrat e kaltërta. Domethënë kam lidhur me Prishtinën, okay, edhe për Parisin mund të jem, ose për Argentinën. Ka edhe kësi lloj tifozësh ku influencohen nga më të mëdhenjt. Ka edhe të Ronaldos, Cristianos. Janë më të pakt, por ka. Ndërsa tifozët e klubeve ndërkombëtare tek ne tentojnë krijojnë disa grupe ku ata shoqërohen pastaj. Ndrojnë qëndrime, mendime, pretendojnë që dinë edhe futboll. Cili është ai momenti Avni që ju lidhi me ekipin e zemrës suaj? A ju kujtohet? Po, që kam qenë fëmijë parashkollor, baba ka ble gazetën çdo ditë Rilindjen, jam të thënesh me gjatë, një gjenerate, edhe gjithmonë faqja fundit, informatat për ligën e parë federative të Jugosllavisë, pastaj dytës Prishtina, unë e kam rrit dytën, të parën të jemi real, nuk e kam rrit 88-ën, si 5 vjeçar, se 7 vjeçar ka qenë pak më vështirë, ka qenë radiotransmitimet e ndeshjeve. Kur ti e ke dëgjuar në një radio, duke udhëtuar me makinë, me vetur me familjes, ka ardhur një zot që ty nuk e kuptu se çfarë sulmi vjen ai ty ku komplet ndjenjat i rrëmben. Edhe ti e dëgjon duke se si lum Prishtina. Prishtina është transmetu, kuptohet. Mbasi të kishte ndonjë ekip tjetër mbetet ai tjetri. Me siguri. Edhe ti e mëson edhe për bërjen e ekipit, pa i po duke i lujt ata, pa i njoft ata se si duken. Pastaj ajo kalon në lagje, me të lagjës. Unë emrin Avni, shembull në vitet 90 ka kalu një Avni Stublla. Kemi pas një Ardian, ai ka qenë Ardian Kozniku. Ne i kemi përkthyer edhe emrat pastaj në fush me mbiemrat e lejtarëve, po lun sikur ai, po lun sikur kë. Ndërsa pamja jonë vetëm me ata lejtarë ka qenë një kronikë e shkurtë e radio televizionit natë mbrëmje. Në vitin 90 e kom pasur ndeshjen e parë si fëmijë, si 9 vjeçar. Baba nuk e kom pasur të art sporti, ka qenë kohë të vështira vitet 90, ndryshimet politike, prezenca shumë e madhe e policisë, pothuajse atkohë edhe serbe. Ishim në një kohë represioni. Ashtu, po dashnia eme madhe ndaj Prishtinës nuk është shumë, babës nuk kam guxuar t'i tregoj që kam qenë edhe një herë tjetër, pastaj okupimi, vazhdimin e parë, pastaj disa ngjarje humbja e jetës babës në vitin 92, pastaj ka qenë vështirësi edhe ta ndjeqësh Prishtinën, megjithatë kam gjetë mënyra në vitet fund viteve 90 ta përcjellë Prishtinën edhe në Llukar shembull, në një fshat pranë Prishtinës. Mbani ndonjë kujtim të paharrueshëm, Avni? Kujtim paharrueshëm, e kam cek një ditë në një postim Facebook, ka ndru jetë një doj imi ka jetu në Gjermani,
Prindi ti, baba i ti, ka qenë një aktivist i madh politik edhe në atë kohë kek në atë kohë në elektroekonomi. Kur kemi shku të dojë zakonisht vikend, kemi ra ka lagje arbria, ka stadiume, ka qenë përplot makina. Edhe unë e kam ditë që fiqja dojës do të duhet të ishte aty pranë sa vjen me këshir Prishtinën. Këto nuk ja harrej kur. Domthon ka qenë ai doj, ndoshta influencuesi më i madh i ime. Dojt i kom do shumë, vazhdoj të dua edhe sot. Kanë qenë një këtë fshat afër Prishtinës, një fëmijë i Prishtinës kur del një fshat ku ka fush futbolli, ku ka klub futbolli, ta kanë garu në ligë nivel të 4 të 5 të Kosovës, edhe ai ka qenë ndikim shumë i madh. Pastaj kur jam taku me këtë dojë pak para së ndrënte ai, kur më ka treguar që ai ka kthyer Prishtinën në Sarajevo, në Zagreb, në Beograd, Ljubljanë, unë s'musha me besu që janë ofër dikujt që ka arrit me një tren bilete në atë kohë me ndjek Prishtinën as larg. Kuptohet, rrethonat e mia ka qenë ndryshe, tina ndryshe dhe tash janë krejtësisht ndryshe. Sa dallon tifozeria jon, me atë tifozerinë evropiane? Mendoj që dallon shumë. Momental duhet ta bësh dallimin se ka qenë tifoz atëherë. Momentalisht dallon shumë. Të na ka mungesë tifozëve, është shumë problematik ti bindesh tifozët në ndeshje për shkak shumë rrethonave organizative, se kush e udhëheq futbollin, për mos me hi me fell, sepse s'është tek e fundit kjo temë kritik për sportin, jashtë është diçka tjetër. Jashtë është vështirë ta gjesh një biletë Premier League, për shembull, duhet ta abonohesh më parë, duhet të futesh në listë pritjes për bler biletën vjetore, ndërsa të na falet bileta dhe nuk hyn. Po flas për grupimin e tifozëve. Për adhurues tjerë futbollit është edhe më vështirë. Janë kushtet në stadiume, mungesa e infrastrukturës komplet, pastaj se çka dhuron një ekip futbolli, mos ne sa është korrekte ndeshje futbolli për 90 minuta. Ka të na jo vetëm të ne, komplet Ballkani vun, ne Shqipëria, Malizi, vujna. Maqedonia, Veriut, vujna, kemi shumë probleme. Po sa mendon që ndikojnë këto rrjete sociale në kulturën e tifozerisë? Ndikojnë shumë tash. Ta thash shembull. Jeni aktiv edhe atë? Ta thash është, po kam pasur edhe një 5 muaj portalin. Provova të jem pak më ndryshe, më kritik. Informata nuk mungon kurr. Por vetëm duhet ta dish ta korrigjosh për konsumin vendor. Nuk është i njëjtë sikur në Angli, sikur në Itali, sikur tek ne. Ndryshojnë rrethonat dhe ti duhet dish se si ta servosh. Të na servohet kopi past edhe nuk ka shumë ndryshime pa krahasueshme. Sigurisht. Si mund të ulet, nëse ti ke përjetu ndeshje nga më të ndryshmet, domethënë prej kur ke qenë i vogël, ke qenë pjesë e tifozerisë së Prishtinës, se ke përcjell atë edhe në ndeshjet jashtë. Si mund të ulet dhuna në një stadium, për shembull, pa e ulur atmosferën e zjarrt të shikuesve ose të publikut? Ka ndonjë mundësi të ulet ajo dhunë, këndej të ndizet, dhe jo se kur ndizet të knej se shmerr flaka emocioni kështu? Ka shtete që jo dhunën, pa atmosferën e stadiumit e lejojnë edhe vetë. Se është kulturë. Argentina shembull. Futbollin vendor ka jashtëzakonisht ndjekur. Aty as nuk provojnë të ndalin gjërat piroteknike në stadium. Provojnë të ndalin dhunën fizike. Se pjesë e lojës, pjesa edhe pat koreografi ti themi, ajo lojë më nuk e ka efektin e saj. Anglia e ka ndalë tërësisht për problemet veta. Italia provon ta ndalë, është shumë vështirë. Gjermania e lejon. E kontrollon, por e lejon. Dihet ku është kufinit se një tifoz gjerman nuk duhet ta kaloj. Prapë edhe njerë po thon, tifoskenët të na nuk mund ta krasoj. Fatkeqësisht s'moj. Ti ke ndonjë futbollist kështu të preferuar? Po tam ke edhe unë. Po, patjetër. Mesin. Kom qëndru zgjudej në ora 5:30 për ta po. Edhe ja vlejti. Do të mund të ketë një Messi të dy. Jo, shumë problem. Është shumë problem se tash mos të futemi në shkencë, nuk jem shkencëtar, po Zoti ja ka dhënë. Ai ka pas një talent që ne ka kultivu. Pastaj e ka kultivu, një djalë shtëpie që themi ne, i fokusuar në familje.
ai është i martuar me një femër që e ka njoftur për moshës 5-6 vjeçare. Ai gjithë fokusin e ka pasur në futboll. Thuhet që është pak edhe autist. Për domosdoshmë shembull më i mirë i autizmit të na mos përzimit për një gjeni në futboll. Për gati edhe gjeni. Është shumë vështirë, beso. Ronaldo, Cristiano e ka arrit me punë, po Ky ka talent të lindur. Ky veprimet individuale, teknike, taktike, që ati bën fush, janë të jashtëzakonshme. Ato janë gati të papërsëritshme. Maradona ka qenë një fenomen krejtësisht tjetër. Nuk kanë luajtur të njëjtën kohë. Maradona ka qenë shumë më i fortë në konstruktin e tij fizik. Ka duruar edhe tjetër futboll të ashpër, ka luajtur në një kampionat thjesht brutal si ai Italisë. Është vështirë të krahasohen, po pastaj Maradona nuk ka pas jetë qetë. Ka pas jetë shumë kontroverse nga fillimi mbare. Ka përcjell deri në fund. Por është pak a fundit të jetë më ai ka qenë fenomen. Shtresat e ulta në Argentinë mendoj që e dojnë Maradonën më shumë se Messin, sepse i ka përfaqësuar ata. Po na këtu po folim për futboll. Messi ka pas tretman më të butë në fush, Maradona ka pas shumë më tegër. Po jeta sportive e Maradonës lën shumë për dëshiru. Nuk është shembull, Maradona nuk është shembull për një fëmijë me tregu se si ka jetuar. Ndërsa si duhet të ndishet njëri. Po, ndërsa Messi dhe gjenerata tanishme futbollistëve gjithë janë për të krenu, ta kanë jetë qetë, nuk përdorin asnjë substancë, nuk përdorin basasa dhe alkool. Edhe kjo është sigurisht pasqyra më e mirë për një futbollist të arshëm, për një drejtar të arshëm. Po pastaj vjen shprehet aspekti social. Ta s'kan jetë sociale fare. Këta punojnë sikurse rob deri në përfundim të karrierës, kanë të ardhura, po tash se sa ju mungon kjo jeta sociale në këtë shekullin e 21 nuk e di. e marrin ndoshta në format e tjera. Afne, deri ku mendon se mund të shkojnë limitet e një tifozi? Nuk ka, s'ka limite. Ja, s'ka limite. Ja, beso nuk ka limite. Vetëm sa i lejon, edhe derisa të luhen. Edhe në varet fatkeqësisht edhe sa stimulohen. Kjo stimulimi ka faktorë. Forma të ndryshme fatkeqësisht. Do të thonë je pro stimulimit natyral dhe jo sintetik, artificial. Ja, gjithë çka duhet bërë nga zemra, ta thash para emisionit, sot kam shoqëni, ku ne shkojmë në familjet e njëri tjetrit, nga tifoznia. Një jemi me gra, një jemi me fëmija na shoqërohen, kalim nga tifoznia. Po jo vetëm Prishtinës, kam shumë shok ngushtë të vllaznimit. Kam të Trepçës, një tifoz të klubeve tjera, po shkova në Vushtrre. Unë kam deri qel për të pritur për të marrë një kafe. Është e pabesueshme, po tifoznia nuk është as e egër sa duket. Krijon edhe afërsi që nuk mund të shpjegosh. Përse një tifoz i rryer mendojën nuk mund të jetë edhe i qetë, natyrën e përditshme, të flas tamam për shembull si një poet ose si një shkrimtar. Edhe ata të muzikës janë impulsiv, përderisa ja ka të tillë. Këtu pak është një rast në Marseille. Tifoz të qetë. Është ta them një shembull, Olympique Marseille është klubi i dytë me famë në Francë, një Francës, qytet mesdhetar, tash ne e dim se çfarë natyre ka njerëz mesdhetar, ndryshe prej Parisit. Pas një ndeshje derbi me Parisin ka shumë arrestime, ka dhunë. Ndërta në mesin e tyre ka inxhinier, ka profesor, ka doktor. Policia pyet, gjyqtari pyet, a jeni normal? Thot, atje e kam profesionin tim, këtu jam tifoz. Profesionin e kam jetën e përditshme, këtu jam tifoz dhe këtu s'du ta di. E kam bo veprën, e kryem dënimin. Ishte një kampionat futbolli, e di që ka qenë një tifoz që vllau im e përmendte shumë doktor Sokrates. Ka qenë doktor ai? Jo, s'ka qenë doktor, me stadionin s'ka qenë. Ka qenë doktor i fushës? Jo, ai ka qenë doktor i fushës. Kam dëgjuar për ta, nuk e kam po lu, doktor Sokrates. I kanë thonë doktor me ato se çka ka përformu fush. Me gjos, nuk e kam dëgjuar, me mos më zëni për fjalë. Po me gjos, kështu i kam bërë doktor Sokrates. Ka qenë ka pas gjetori. Famën që ka kampionati botëror, rrjedh kryesisht nga Brazili, është e çuditshme. Se Brazili është i vetmi pas Italisë me 2 tituj rresht. Tash kohën e pellës, kohën e zhvillimeve industriale pas luftës dytë botërore. Brazili s'ka pas luftë, ka pas varfëri. Tentim të zhvillimit ekonomik të asaj kohe. Brazilia ka dhënë këtë famë në kampionatit botëror. Anglia devon se ka njoft sigar. Anglia me prepotencën e tyre ka thënë zgaroj me ju. Anglia djepi futboll.
ne zgaroj me Juve. Edhe unë menoj që pastaj derbi Argentinë-Brazil, kulturat e ndryshme, Argentina me shumicë popullate italiane, spanjolle, Brazili kryesisht portugeze, apo popullsia vendase indogjene, pastaj kjo shpërndohet. Komplet Amerikën Latine, vjen Evropa e ka pas kulturën e vetë garimit, edhe. Avni, si mund ta përshkruajë futbollin me një fjalë? Futbolli është magji. Është prap qëndrojmë të problemet globale. Edhe Kloppi është Jürgen Klopp është një ndër kritikët më të mëdhej të numrit të madh të zhvillimit të ndeshjeve. Po tash edhe unë e kritikoj Kloppin, ku ke deri tash? Sepse fondi pagat e futbollistëve janë shku në stratosferë. Është e palogjikshme sa marrin ata. Por edhe garoj, nuk kanë jetë përditshme. Mendoj që është një rrezik i madh nëse njerëzit fillojnë të gopën futboll. Mund ta hupat magjin që e ka pasur deri tash. Unë jam njëri ndër ata që nuk mund të mos shoh futboll edhe një muj ditë. Jam i ngopur. Kjo mendoj që është rreziku më i madh. Këto aktorët duhet ta ulin pak entuziazmin vetëm financiar, ta lejojnë pak të zhvillohet prapa ajo magjia. Për atë njerëzit kanë qëndruar deri në 3-5 me po mesin, sepse ka ende magji në këmbët e tij. Ashtu. Shumë atë bukur. Sepse ka ende magji do të ketë sigurisht. Dhe vjen një fond edhe për tifozën? Po, vjen. Tifozët më të njohur në Angli kanë përfunduar karrierën, sidomos ata të dhunshmit. Është problem të kuptosh ata, sepse kultura e tifozëve në Angli, shembull, nuk ka përfunduar vetëm fush, përveç gëzimit fitores së ekipit të tij, ta kanë pasur një dhunti tjetër, të rrohen me grupimin tjetër tifozëve. Shteti ka bërë që ata të ndalen, pas një kohë janë zhduk nga jeta publike. Ka ndodhur një fenomen i jashtëzakonshëm. Kanë botuar autobiografi. Rivalet më të mëdhej, shembull një i West Hamit dhe më duket i Chelsea. Ne zgabojmë, mos u nxjeni për fjalë, ata takohen pastaj, flasin, dokumentohet në televizion se çka kanë bërë. Po ato e bojnë të mirë shoqënisë që të mos përsëritet. Ka qenë gabim, në farë mënyrë për ta. Ata janë bollat pasën tash. Sepse kanë botu vepra të jetës tyre personale. Ki ndonjë mesazh për tifozët që vinë, këta që janë, ata që vinë? Ti si një tifoz i rryer. Dashnia ndaj klubit duhet bërë nga brenda, jo nga çfarë do lloj interesit. Shumë bukur e tha. Tjetër. Duhet lind aty ku nis. Po duhet të ketë edhe një logjikë se përse e për këtë ekip. Po pyes dikush pse e për Prishtinën. Pse është klubi më i madh në vend? Okej, është një arsye. Po duhet ta kesh edhe një logjikë. Pse jam tifoz i kombëtarës shqiptare në shembull. Jam lind me atë frym, jam rrit me atë frym. Kam dëgju, nuk kam pas mundësi viteve në 90 të shoh kombëtarën, ne kam gjetë një mundësi, kam gjetë një radio. E kam dëgju në radio. Kam gjetë valë të Radio Tiranës, pa i pa kur ata futbollist, deri vitin 2001 kur kam udhëtuar për herë të parë në Tiranë, në përballje me Anglinë. Unë duhet buroj dikon e dashnia do të qëndroj aty, jo interesa. Tifozi nuk duhet të ketë pretendime të marr klub. Është nonsens, është e palogjikshme. Atëherë mos je tifoz, atëherë ke kaluar një rrafsh tjetër. Fatkeqësisht, tifoznia në Ballkan sidomos. Ky fenomen është edhe në Itali, po nuk arrim të depërtu deri te klubet. Mi marr klubet. Është një rast në Angli, më duket, një tifoz ka arrijë të marr klubin. Po nuk ka qenë në grupimin e ngushtë të tifozëve ultras ose casual ose në grupacione të ngushta. Sepse një është shumë mirë një adhurus klubit ta bli klubin. Po jemi të fol për tifoz, për ultrasat. Ku të gjenë çdo klub në pronësi ti të ketë një adhurus klubi. Ai do më smiri klubin. Ai ndjen më smiri se çka duan tifoz të atij klubi. Po tifoz duhet ta kenë, tifoznia nuk ka profesion. Nuk është pasion. Fatkeqësisht. Asnjëherë nuk mund të jetë edhe vetëm të përfundoj në kornizat e këtij pasioni, sepse ti duhet të jesh një tifoz, por duhet të jesh edhe një baba i mirë, duhet të bësh edhe një punë tjetër. Ja unë të prita këto deri dërgove vajzën në shkollë. Edhe u ktheve. Domethënë, ky është tifozi që do duhet të ishte. Te loja tjetri, te shtëpia tjetri, pasioni andaj pasioni kënej.
është tema e zonë, nuk du të futë më shumë. Një shumë njerëz tifozni, nuk du t'i prek, nuk du t'i ngacmoj, pa e mira kësoj se ata e din qëndrimin tem, nuk e fshej fare. Muhabetet në tavolina me ta. Po të njihnin gjithë, kur erdhe këtu gjithë njihnin. Po, edhe për shkak profesionit, pastaj Jemi të ky kampionati i futbollit, kampionati botror, çka pret ishte kampionati? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tash edhe Meksika dhe Kanada, sidomos Meksika, një vend, hajde të themi egzotik. Kanë atë aurën e zhvillimit të ndeshjeve të futbollit. Viti 94 ka qenë viti ku ne spari me 13 vjet kam përcjell pak më shumë se 90 që kam qenë për 4 vite më i vogël. Megjithëse kanë shku biletat në stratosferë. Po Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë atë mundësi sa atje jetojnë gjithë popujt e botës. Edhe nuk do të duhet mungonin tifozët dhe nuk po mungojnë. Është interesant, të tërhek të rrezgjuar të den tre me po një ndeshje. Është shumë interesant. Ka një aurë se çka do të prodhoj tash në fush, nuk e di, është shumë interesant. Do të përfundoj shumë karrierat futbollistëve, duke filluar nga Messi, Ronaldo, Modric, De Bruyne i Belgjikës, duket ka shumë futbollistë që përfundojnë karrierën e tyre. Më shumë është një garë individuale, ndoshta përmes tyre pastaj Neymarin e harrova, nëse do të arrit paraqitet, nuk kam parashikim. Ka favorit, normal. Kompanitë e bostëve kanë favorizuar Spanjën, Francën, Argentinën, Portugalinë aty dikon e pash një ditë. Personalisht jam i thort kampionatin të fitoj më i miri. Më i miri, unë du kampion botë të jetë më i miri. Jo ai me më fati. E du Messin, e du Argentinën për le ta fitoj me merit. Le të kem pse kur dalë me një tifoz të Ronaldos të mburrëm pse ka marrë Messi shembull. Bojmë debat në tavolinë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e këtyre minutave. Kjo hapësirë dedikohet sportit, po me që ti vije nga pjesa më e bukur e lojës nga tifozët, se një ndeshje pa tifoz, një ndeshje pa publik, është një ndeshje e zbrazët, si një qiell pa diell. Unë uroj që fëmijët e tu, paktën, t'jenë ata tifozët që do të ecin rrugës tënde, sigurisht më tek u i libruar për kohën ku do të hynë, edhe do t'i kesh në dorë për t'i kultivu, për limitet e tyne, për gjithçka që të vinë në hap me kohën. Kam dy vajza, fatkeqësisht nuk du të nxist të shkojnë tash në ndeshje të futbollit. Dhe urimi im është të ndryshoj. Kjo rrethon tek ne. Unë e di kur vjen rrethon. E di për fëmijët e mi se kam qenë pjesë e këtij zhvillimit. Po fatkeqësisht tash jo. Faleminderit shumë, Avni, edhe një herë. Ishte kënaqësi.